drejt letërsisë europiane, pikërisht në shtëpinë botuese Laharmatan, edhe unë atje 3 libra janë të botuar edhe të përkthyre në frëngjisht, në shtëpinë botuese në Paris Laharmatan, edhe nga këto 3 libra, pastaj u hapen dyert edhe u botuan edhe u përkthyen edhe në suedisht, u përkthyen edhe në polonisht, u përkthyen edhe në turqisht, është përkthyen në anglisht. Edhe arabisht e pash? Jo, ato tash i dalim aty edhe pak, është përkthyer edhe në e thash në anglisht, po në Romaninë Bukuresht janë botuar atje, janë botuar edhe atje 5 libra, ndërsa veç u bën 120 më duket, 118-20 aty botimin në për revista ndërkombëtare, jo libra botimin në për revista ndërkombëtare. Poezit, pjesë të poezive të cilat janë botu, janë përkthyr në 120 revista ndërkombëtare, në mesin e tyre se që edhe ju edhe në Liban, në Maroke, në Libie, në Emiratet e Bashkuara të Arabisë, në Francë, pastaj në Kinë, në Indi, në Kore, do të thotë pothuajse në shumë vende të botës, por e rëndësishme është këtu të ceki edhe më do të ceki edhe ta falenderoj që unë nuk e di as nuk i njoh revistën më të njohur javore Ralm në Paris që ka 2 vjet në vazhdime mi botojnë për çdo të diele pothuajse nga një poezi apo tregimi, po Unioni na i hapi. Reshat Sahitaj që falenderojmë. Është interesant se këti edhe ja botojnë edhe ja recitojnë çdo javë. Domthonë, ky nuk e di askush. E vërtet edhe recitojnë, po përpos recitimit të Reshat që u bën edhe 10 kritika vështrimet të poezive, veç për një poezi, për çdo javë bëjnë vështrime ose për tregime, kështu që poezi letërsia shqipe mirë. Po je angazhuar edhe në botime. Ideja për të hapë shtëpinë tuaj botuese ishte apo te Unioni krejtu sfumon këto gjërat? Krejt ideator është Unioni, sinqerisht është Unioni, për shkak se nisën vërshun shumë libra edhe pa asnjë kriter siç vërshojnë në gjithë botën mbas luftës që vërshojnë të shkruajnë të gjithë, kështu që shtëpia botuese Press Liberty boton shumë pak libra. Me qëllim e bëjmë atë sepse do të mojmë një kriter. Shtëpia botuese, ky është qëllimi kryesor, që gjitha shtëpitë botuese, të cilat janë dhe të cilat ju bëjmë apel prej këtu, mos nga rendin mas një parët që jep një autor. Ju lutem, ato nuk do të botohen nëse nuk kanë vlera, sepse pastaj lexuesi po na ikin edhe prej veprave të mira, të mirëfillta, po na ikin lexues. A do të ketë dikim mendimi kritik, sepse si duket këtu kemi pastaj lëvizje nga standardet e duhura, për ta ruajtur nivelin e krimtarisë në poezi, në prozë, pikërisht ja kjo shtëpia Laharmatan Reshati që na i ka botuar atje dhe që i boton librat. Ka qendosh më shumë për këtë të flasë edhe Reshati, sepse atje çfarë kritere kanë? Jo vetëm atje, po gjithkund në botë ka kritere, shtëpitë botuese kanë kriter. Te ne asnjë kriter nuk e ka, do thotë cili dëshiron e hap një shtëpi botuese dhe thot t'ja botojmë kujdo qoftë. Ato, andaj këtu duhet të kemi shumë kujdes, sepse kur merr edhe qet emrin tonë, ose emrin e kujdo qoftë, një redaktor që ka një alamet emër të azom, edhe të shkon e qet në librat të... Është mungesa e kritikës, në Kosovë është mungesa e kritikës, sepse përpara mban mend në atë kohë ka qenë shtëpia, domthonë rilindja shtëpia botuese, ka pas Ali Podrimja, Filan Fistek, janë kanë redaksitë të cilat kanë nivele të larta të mendimit kritik. E tash ka ra ai niveli që ka qenë atëherë ka ra, mirë po ne Tomas Llani me kolegët e tjerë që ka aty kritik tjerë që ka në shtëpinë botuese, është duke bërë kritere që libri që del nga shtëpia botuese e tij nesër mos më thon është
liber I dobet. Shamo ose poezi që ne I botojmë jashtë, ne I kontrollojmë edhe jo me çfarë do poezie në perëndim, sepse ata bojnë hajgare me neve, thonë çto ko kanë poezitë e juaja, çto ko kanë romanet e juaja, bojnë hajgare me neve. Ne për mos të bëjë hajgare e kemi forcu kriteret edhe ne domthonë kjo është ai që edhe Loni është duke përdor këtë si plotësim ne edhe këto desha ta them për kritikë që më shtrove pyetje. Vërtet kritika e mirëfillt sot tani nuk ekziston, sepse ekzistojnë klanet e mirëfillta ta zom. Qysh kanë qenë, janë një grupi I profesorëve në për universitet, atje kanë atë klanin e vetë edhe ke vepër e mirë, s'ke vepër e mirë, ata veç I shkruan ja jepin një vlerësim që edhe një pompozitet I jepin, po kur e merr e lexon vërtet s'ka, nuk I ka ato kritere dhe nuk I ka ato vlerat cilat ata ja kanë dhënë. Kjo kështu që nuk kemi kritikë të mirë. Edhe për ne jemi keq në drejtim të gjithë, për fat keq. Ndërsa kur bën vlerësime kritike, siç bojnë ta zonë për veprën e Reshatit atjes edhe për poezitë e mia që kanë bërë në revista Ralm, ato nuk I bojnë përmes njerëzve, as përmes klaneve, as përmes kolegialitetit ose miqësisë. Kështu që asnjëherë nuk është e thënë për të thënë edhe për dhënë të tërën, e thamë unë e përdori kështu. Unë shpresoj që në bazë të krijimtarisë do t'ju kem her pas here po zotëri Reshat, flas deri sot, se ju vazhdoni me punu në vazhdimsi, jeni shumë aktiv edhe ku kishe pas qef me zonë ma shumë vend emri I Reshatit, në letërsi, në poezi, në skenë, në teatr, në film, në aktivizëm kombëtar, në diplomaci, që të trija në bashkë në fund? Ajo është pak vështirë sepse unë jam universal. Domthonë historia e Kosovës, diplomacia e historisë Kosovës nuk mund të shkruhet pa emrin tim. Tani ekipa është Gani Mehmeti është duke bërë një libër për Rogovën e I thash, o Gani s'mu shpo libër pa mua. Se Rogova hapat e parë diplomatike ka po përmes meje, ta dërgojmë materialet. Pra, mirë po edhe këtë folmi edhe për filmin, edhe për teatr, në atë kohën e ish Jugosllavisë, Sfinga gjallë, ku unë kam luajtur rolin kryesor bashkë me Bisli Muçaj, kemi zënë vendin e parë në Jugosllavi, pastaj me dramën e kemi bërë një drama radio Vdekja e Gjergjizit, e kemi zënë vendin e parë në orë, festivali Orit Jugoslav po flas në atë kohë. Edhe plus në Bruxelles shamo ato aktivitetet tjera që kam bërë, është hera parë ku gazeta Lesoar shkruan për një pjesë teatrale që unë kam bërë, jo për një pjesë, por për shumë pjesë tjera. Pra emri im mund të jetë regjisor, skenarist, sepse jam edhe skenarist, se kam bërë filmin Dosja Kaz, dhe ja keni pa Dosja K, ku lumë Blerim Destanaj, unë jam këshilltari skenarit, I çati skenarit. Pastaj është filmi Avril Brize quhet në Paris, unë jam këshilltari I skenarit të filmit. Plus kjo në Kanal Plus tash janë të lujtë atje në Francë, edhe aktor, edhe është vështirë me definua, por si cilë ka fushën e vetë, mbetet që është bërë. Lanë Qikalla, nëse veprat janë si gishtat, si fëmijët, si nuk mund t'i dalosh cila... Po, a ke diçka të veçantë në ndonjëherë nga veprat tua që do thoje, këtu e kam vënë më shumë se zemrëna, më shumë se shpirtina, më shumë se mendjena? Veç paraprit për përgjigje, aty se të gjitha janë të një llojta, edhe të gjitha I vlerësoj edhe që më shumë, po më tash nëse pse është e fundit kjo vepra poetike Vjeç dashurinë e Prishtinë, është ajo e cila për unë du më shumë t'i kum flenë shpirti edhe mendja që për I këtyre veprave është ndër veprat më të çmuara, po është edhe vepra tjetër me tregimit cilën e kam në botim sipër, që besoj se shpejt. E kisha pyetje të radhës, çfarë kemi në botim sipër? E kam ligim me tregime dhe e kam në vazhdime tash është 7 skenar për filmi që nuk u xhirua asnjëherë. Nuk është skenar për film, po ashtu titullohet, ndërsa është tregimin me 7 skena të cilat mund të shërbejnë edhe si skena për film, edhe të cilat po botohen veç java e dytë që botohet në revistën në Ralm, drejt për drejt, vetë janë për sa po I kam shkruar, janë përkthyer dhe janë duke u botuar atje. Lanë, me që edhe me tema historike, duke thjesht e cila ngërthejet absolutisht në kuadër të aktivizmit tuaj në
shoqatën e muhaxhirëve. Çfarë mesazhi kishe me i dhënë brezit të ri për rolin që ka kujtesa historike në ndërtimin e identitetit, në mbajtjen e identitetit kombëtar, edhe të vërtetës historike? Po pikërisht kjo është ajo sensibilizimi i çështjes së muhaxhirëve, po edhe dhe i gjitha troje, derisa përçamrin kanë shkruar me qindre, ndoshta me qindra këngë, tekste, poezi, tregime. Për muhaxhirët kemi shumë pak. Andaj të rinë edhe këngë janë të ralla, interesant. Dhe ne ma bazë të azëm edhe Mihrie Braha, ende se kanë knu një këngë për muhaxhirët të azëm. Duke të ka knu Ismet Bezgjeti një këngë bukur. Ismeti e ka bukur, po pres edhe për juve që ta këndoni në të ardhmen. Na veç e presim tekstin, tekstin e kemi nga Trin nga Berisha, ajo është model se si shkruhet poezia e sotme. Për trinjen tonë mos në lavdo shumë, se pas taj mandëllinën gjërat e kryon konflikte interes. Jo, nuk e kom ditë, për ato unë e di që ajo është tekstin unë e bënë. Tekstin e bënë, kështu që gjeneratët së re jo lo këto si porosi që të lexojnë shumë, ta njohin historinë e vetë për të shku për para, si që tha edhe bashkëbisedues të mi, ma pa faleminderit. Ishte kënaqësi që unë i kisha sonte një grup njerëzish, një grup personazhesh, njerëz që kanë lënë gjurmë e po lënë në vazhdimsi në profesionet e tyra. Sidomos, zotri Rashat Sahitaj dhe Lan Çuçalla që jo veç me unionin e tyre, por me aktivizmin e tyre tuajnë edhe letrar, edhe kombëtar, edhe historik, vazhdoni të bëni vepra që besoni na bëjnë krenar, po na bëjnë të lumtur që na i bëni, se mbesim. Edhe sonte ka që kishim ne të tre bashk. Ju falenderoj shumë që na sollët Volodimirin, dhe që jeni një tregim i mirë i asaj mikpritjes edhe mirë njohjes së shqiptarëve ndaj mysafirëve, ndaj miqve tani, se edhe këta më në fund e kanë kuptu që i kemi miq dhe i bëm miq në ditët më të vështira të tyre. Zotri Rashat Sahitaj, zotri Lan Çuçalla, gospodin Volodimir Martinov. Shumë faleminderit që ishi sonte me ne, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Я хочу сказать, знаете, что мы рост Косово и слава Украине. Фалимдерит.